Një burr po ecte I vetëm atë natë rreth lagjes së tij në një shëtitje që dukej krejtësisht e zakonshme. Rrugët ishin të qeta dhe errësira mbulonte gjithçka, derisa pa e pritur përjetoi një ngjarje tronditëse. Ndërsa vazhdonte të ecte, diçka e bëri të ndalonte dhe të shikonte përreth me kujdes. Në një nga dritaret e një shtëpie aty pranë, ai vuri re një figurë misterioze që po e vështronte në një mënyrë tepër të çuditshme. Ajo figurë qëndronte aty, duke buzëqeshur në heshtje, gjë që I shkaktoi një ndjenjë shqetësuese. Disa sekonda më vonë, për tmerrin e tij, figura nuk ishte më në dritare, por poshtë në rrugë dhe filloi të vraponte drejt tij. Në atë moment, burri u mbush me panik dhe ndjeu një frikë të thellë që I pushtoi gjithë trupin. Gjatë një nate pune, një punonjës I ri përjetoi diçka që do t'i ndryshonte përgjithmonë këndvështrimin mbi paranormalen. Ndërsa po pushonte në zonën e tij të punës, ai filloi të ndjente një prani shqetësuese, sikur diçka po e vëzhgonte nga errësira. Në fillim, u përpoq ta injoronte ndjesinë, duke menduar se ishte lodhje ose imagjinat. Megjithatë, ajri rreth tij u bë më I rëndë dhe heshtja më e thellë. Papritur, ai dalloi një siluet të pazakontë që po formohej ngadalë përpara tij. Ishte si një kokë që notonte në ajër, pa trup, me tipare spektrale që dukeshin sikur dilnin nga vetë errësira. Sytë e asaj shfaqjeje dukeshin të fiksuar mbi të, duke e vëzhguar me një intensitet të frikshëm. Fytyra e entitetit ishte krejtësisht e zezë, sikur të ishte gëlltitur nga hijet e një bote tjetër. Tiparet e shtrembruara dhe forma jo natyrore përcillnin një ndjenjë ligjësie që I ngrinte gjakun në vena. Zemra e të riut rrithte fort ndërsa frika I pushtonte trupin. Duke mbledhur gjithë guximin që kishte, ai u drejtua drejt ndërprerësit të dritës, duke shpresuar se ndriçimi do ta zbulonte të vërtetën. Duart I dridheshin ndërsa përshpëriste lutje, duke u përpjekur të mbrohej nga ajo prani e errët që dukej se ushqehej me frikën e tij. Ky video vjen nga kanali Sapam Explore. Ky është vazhdimi I një regjistrimi të mëparshëm, ku eksploruesi, duke hyrë në një kabinë mes pyllit, doli duke vrapuar I tmerruar, pasi u përball me figurën në një kuntillanak, një shfaqje fantazm me një gruaje të veshur me të kuqe. إله إلا الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 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 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ora 4 e mëngjesit konsiderohet më e rrezikshmja nga ekspertët e paranormalit. Një kamerë sigurie regjistron diçka që nuk duhet ishte e mundur. Një derë dhome që mbyllet plotësisht vetë. Pronari kishte vendosur qëllimisht një objekt të rëndë për ta mbajtur të hapur, duke qenë I vetëdijshëm për ngjarjet e çuditshme në shtëpinë e tij. Megjithatë, as pesha e pengesës dhe as mungesa e rrymave të ajrit nuk e ndalën derën të lëvizte me një forcë të mbinatyrshme. Lëvizja është e ngadalt dhe e qëllimshme, sikur një prani inteligjente të ishte pas këtij veprimi. Asnjë shpjedim logjik nuk mund të justifikojë atë që shihet në pamje. Ushtar nga një rajon I Brazilit u dërgua në një spital të supozuar të magjepshur. Një vend ku atrocitetet ndaj pacientëve kishin lënë një shenjë të thellë tmerri dhe mallkimi. Misioni I tyre ishte të gjenin një grup të rinj që ishin zhdukur pasi vizituan këtë vend për herë të fundit. Thuhet se kur spitali ishte në funksion, pacientët vdisnin nga dhuna ose uria,
ndërsa spitali përdorej për eksperimente makabre dhe rite satanike. Edhe sot, njerëzit raportojnë dëgjimin e ulërimave dhe vajtimeve dhe disa pretendojnë se kanë parë një krijesë demonike që ha njerëz. Fato ose Misterios hyn brenda për të dokumentuar këtë dukuri të frikshme. Shkollat zakonisht shihen si vende gëzimi, mësimi dhe rritjeje, ku formohen mendjet e fëmijëve dhe ofrohet një hapësirë e sigurt për të eksploruar botën për herë të parë. Por jo të gjitha shkollat mbeten të ngrohta dhe mikpritëse, veçanërisht kur janë braktisur për një kohë të gjatë. Disa nga këto vende, siç sugjeron videoja që vijon, duket se ruajnë diçka më të errët. Përdoruesi i TikTok, Mike Runner, postoi një video në gusht 2023 që tregon se si eksploron një ndërtesë shkollore e cila dukshëm ka qenë në gjendje degradimi për vite të tëra, ndërsa ecën në heshtje përmes korridoreve të zbrazëta. Një ndjenjë në rritje shqetësimi e ndjek çdo hap. Rreth minutës së dytë, Mike fillon të gjej vizatime fëmijësh të shpërndara në vende të ndryshme të dyshemes, secila dukshëm e harruar aty ku ra. Megjithse shumica duken të padëmshme në shikim të parë, disa tregojnë figura shqetësuese, pothuajse të frikshme, që nuk duket se janë produkti i imagjinatës së një fëmije. Fakti që ato janë të shpërndara në dhoma të ndryshme, në vend se të jenë të grumbulluara, rrit ndjesinë e braktisjes, sikur shkolla të ishte lënë në nxitim, e ngrirë në një moment që duhet të kishte zhdukur shumë kohë më parë. Një zë metalik dhe i çuditshëm ndërpret papritmas heshtjen. Është e vështirë të thuash nga vjen ky tingull ose çfarë supozohet të jetë, por ka një tonë robotik dhe të pazakontë që jefon në mënyrë shqetësuese përmes korridoreve të zbrazëta. Disa shikues besojnë se kjo mund të jetë prova e diçkaje mbinatyrgore që komunikon përmes hapësirës, ndërsa të tjerët spekulojnë se zëri mund të jetë shtuar gjatë post-produksionit, pasi efektet e ngashme mund të krijohen duke përdorur filtra bazë audio dhe mjete për shtrembërim. Megjithatë, në atë moment, tingulli duket aq mirë i integruar sa vetëm thellon humorin shqetësues. Dhe sapo mendon se nuk mund të bëhet më e frikshme, në minutën e tretë mund të shihet një figurë e madhe e errët, e pa lëvizshme në një cep të dhomës. Nuk lëviz ose reagon, thjesht qëndron aty. Fillimisht lehtë mund ta neglizhoni, por sapo e vëreni, figura bëhet elementi më shqetësues i klipit. Disa thonë se mund të jetë një hije ose një objekt i ngatëruar me një person, por të tjerët argumentojnë se forma e saj është tepër qëllimshme, shumë e përcaktuar për të qenë diçka aksidentale.
Cila do qofte vërteta, kjo video kap qetësinë shqetësuese dhe praninë e vazhdueshme që shumë lidhen me hapësira të magjepshura, veçanërisht ato që dikur ishin plot të qeshura fëmijësh dhe tani janë konsumuar nga heshtja. Hyrja e parë sotme vjen nga llogaria e TikTok, Heads to the Energy, e cila thot se motra e saj po rregullon një kabinë të vjetër diku në Oregon, por vazhdimisht ndërpritet nga qeni i saj, Kupa. Ai është vërtet frikacak. Për më tepër, djali i saj i vogël duket se nuk ndalon së foluri me dikë që nuk është as aty. Në klip shohim se përdoruesja filmon jashtë kabinës kur papritmas ndodh diçka vërtet shqetësuese. Problemi është se dera atje është shumë e ngurtë, si të gjitha të tjerat, kështu që nuk ka asgjë që të lëviz ose të bjerë mbi të. Nëse shikoni balkonin e sipërm, mund të shihni një lloj entiteti të errët duke shikuar nga lart drejt personit që po filmon para se të tërhiqet ngadalë përsëri brenda kabinës. Ndërsa përdoruesja vëzhgon me habi dhe tronditje të plot, shumë njerëz në komentet spekuluan se figura mund të jetë thjesht një perde që lëviz nga era. Megjithatë, në një video të dytë, përdoruesja kthehet në vend dhe duket se e përjashton këtë teori, duke treguar se në atë zonë nuk ka perde të varura, gjë që e bën klipin origjinal edhe më shqetësues. Më vonë ajo na tregon brendësinë e kabinës dhe shpjegon se një çift kishte jetuar atje dekada më parë. Burri më në fund vdiq dhe duket se të gjitha sendet e tij mbeten aty. Vendi duket i ngrirë në kohë. Nëse figura nuk ishte thjesht një rastësi apo një efekt optik, atëherë mund të ndodhë diçka e pashpjegueshme, qoftë energjia e mbetër e banorit të mëparshëm apo diçka krejtësisht tjetër. Atmosfera e përgjithshme, kombinimi i entitetit misterioz dhe heshtja e vendit të brendshëm të kabinës, krijon një ndjenjë të thellë të ankthit dhe pasigurisë që e bën të vështirë për çdo të mos ndihet i tronditur. Pamjet lën shikuesin të pyes nëse ajo që përshohin është reale apo thjesht një perceptim subjektiv, duke ruajtur misterin dhe tensionin gjatë gjithë kohës. Brianey, një vajzë e re që ndan rregullisht video të lidhura me pasionin e saj për zhytjen e lirë në plazhet e Floridës, pati një përvojë jashtëzakonisht shqetësuese një pasdite në ujë. Ajo ishte zhytur thellë, duke shijuar heshtjen dhe qetësinë e oqeanit, kur papritmas dëgjoi britma të shqetësuara që dukeshin të vinin nga çdo drejtim rreth saj. Tingujt ishin të pazakontë, të ngjashëm me ulërima njerëzore, por të shtrembëruara dhe të çuditshme, sikur të rrithnin nëpër vet ujin. E habitur dhe disi e friksuar, Brianey i vendosi të ngrihej në sipërfaqe për të marrë frymë dhe të kuptonte më mirë se nga po vinin ato zëra të çuditshëm. Megjithatë, menjëherë pas këtij pushimi të shkurtër, ajo u kthye poshtë për të kërkuar burimin e atyre tingujve, me shpresën se ndonjë shpjegim racional do ta qetësonte. Pavarësisht përpjekjeve të saj dhe lëvizjeve të kujdesshme për të eksploruar zonën, zërat nuk u shfaqën më dhe nuk kishte asnjë gjurmë se çfarë i kishte shkaktuar ato më parë. Vëzhgimi i saj mbeti i pasgjidhur dhe përjetimi i ujit, që zakonisht ishte një vend qetësie, u shndrua në diçka të pasigurt dhe misterioze. Publiku që shikon videot e saj shpesh ka spekuluar, duke pyetur nëse këto tinguj mund të jenë krijesa të panjohura nënujore, efekt akustik i valve ose diçka më tej paranormale. Ajo që është e qartë është se për Brianey, ajo përvojë në ujë ndryshoi perceptimin e saj mbi oqeanin, duke e lënë me një ndjenjë frike dhe kurioziteti që nuk do të harroj lehtë. Çfarë mendon ti se mund të ketë qenë?
Një pasdite në Spanjë, një përdoruese e re e TikTokut vuri re diçka të pazakontë jashtë dritares së saj në katin e dytë të shtëpisë. Në fillim, ajo mendoi se ishte thjesht një pëllumb që ishte ndalur aty për një moment. Pa i kushtuar shumë rëndësi, vendosi ta filmonte skenën me telefonin e saj. Megjithatë, ajo që ndodhi më pas ishte shumë më e çuditshme nga sa priste. Kur ajo ngriti perden për të parë më mirë, ajo që ndodhe nga ana tjetër dukej sikur u zhduk plotësisht. Nuk kishte asgjë, as një zog, as një hije, vetëm errësirë dhe heshtje. E hutuar, ajo e uli sërish perden në vendin e saj. Në atë moment, hija u shfaq përsëri, këtë herë më e qartë dhe më shqetësuese. Ajo nuk qëndroi statike, por rrëshqiti ngadalë për gjatë dritares derisa u zhduk nga fusha e shikimit të vajzës. Gjatë gjithë kohës, ajo nuk arrinte të kuptonte se çfarë po ndodhte apo çfarë kishte qenë ajo figurë. Videoja përfundon me një ndjenjë konfuzioni dhe frike, duke i lënë shikuesit të pyesin veten nëse ajo që u filmua ishte thjesht një iluzion, një lojë drite apo diçka shumë më e pashpjegueshme. U dëgjua një tingull mbytjeje i një gruaje që vinte nga një distancë konsiderueshme, por që megjithatë dëgjohej qartë. Ata që dëgjuan këtë tingull u ndalën për disa sekonda në heshtje, të mbërthyer nga ndjenja e pasigurisë dhe frikës. Ngjarja u regjistrua plotësisht në kamerë me shumë qartësi. Papritmas u shfaq një fytyrë që dukej tmerruese duke dalë nga ujvara. Të gjithë ata që vunë re praninë e kësaj figure misterioze u përballën me panik dhe një frikë të madhe. Siç mund të shihet, figura e një gruaje të veshur me të bardha dhe fytyrë të zbehtë që dukej tmerruese në fillim, po qante dhe sillet në mënyrë të çuditshme. Pak më vonë, kjo figurë bërtiti me forcë, gjë që bëri që ky burr të tronditet shumë dhe të largohet duke vrapuar i kapur nga paniku dhe frika. Pamja e saj e beftë dhe e frikshme, bashkë me tingullin e asfiksimit që vinte nga larg, krijoi një atmosferë të rëndë tmerri për të gjithë të pranishmit. Çdo lëvizje e saj dhe çdo shfaqje e papritur u regjistrua nga kamera, duke lënë pas shumë pyetje dhe frikë të thellë për atë që sapo kishin parë dhe dëgjuar. Ky incident mbeti një kujtim i çuditshëm dhe i tmerrshëm, që i bëri të gjithë të flisnin për natyrën e asaj figure dhe origjinën e saj të panjohur. Një punëtor shpitali përjetoi një ngjarje shumë të çuditshme si kjo që do të shihni. Gjithçka u regjistrua nga kamerat e sigurisë. Papritur, një derë u hap dhe u mbyll vet pa asnjë shpjegim të dukshëm. Ajo që e bën situatën edhe më të frikshme është fakti se burri vendosi ta përballonte këtë moment të pazakontë me qetësi të plotë. Ai nuk bërtiti, nuk u largua dhe as nuk tregoi panik. Për më tepër, ai ndodhej krejtësisht i vetëm në dhomë. Heshtja përreth, zhurma e derës dhe qëndrimi i tij i ftohtë e bëjnë këtë ngjarje edhe më shqetësuese, duke lënë shumë pyetje pa përgjigje mbi atë që ndodhi vërtet. Një banor mbeti i shtangur dhe me lëkurën e ngrirë nga frika, pasi pa një shfaqje të zbehtë në formën e një pocongu në fund të rrugës. Pamja ishte aq e papritur dhe e frikshme, saqë ai vendosi menjëherë ta regjistronte me telefonin e tij, duke u përpjekur të ruante qetësinë. Figura dukej se qëndronte plotësisht e palëvizshme, e mbështjell me rroba të bardha, në mes të një rruge të shkretë dhe të heshtur, gjë që e bënte skenën edhe më të frikshme. Asnjë zë nuk dëgjohej përreth dhe nuk kishte shenja të ndonjë personi tjetër aty pranë. Banori ndjeu një përzierje frike dhe kureshtjeje, por nuk guxoi të afrohej as edhe një hap më shumë. Ai zgjodhi të qëndronte në distancë, duke e filmuar figurën për disa momente,
ndërsa mendja e tij përpiqej të gjente një shpjegim logjik. Megjithatë, mënyra se si shfaqja qëndronte e ngrirë, pa lëvizur as pak, e bëri të dyshonte se nuk ishte diçka normale. Pamja e asaj rruge të boshatisur dhe prania e figurës misterioze krijuan një ndjenjë ankthi që vazhdoi edhe pasi regjistrimi përfundoi. Shtëpia Monroe, e njohur gjithashtu si shtëpia e demonit, është një nga vendet më të frikshme dhe të përfolura për aktivitete paranormale në Hartford City, Indiana. Gjatë viteve, ajo ka tërhequr vëmendjen e shumë hetuesve të fenomeneve të pashpjegueshme, të cilët pretendojnë se aty ndodhin manifestime të dhunshme dhe shqetësuese. Një video e publikuar në YouTube nga kanali Diggs Paranormal Videos shërben si dëshmi e tmerrit që ky vend mund të ofrojë, që në minutën e parë të regjistrimit dëgjohen tinguj të çuditshëm dhe kamera kap për një çast diçka që duket se lëviz brenda errësirës së shtëpisë. Edhe pse pamjet janë të shkurtra dhe të paqarta, atmosfera është e rëndë dhe tensioni rritet me çdo sekond. Megjithatë, momenti më tronditës ndodh në fund të videos. Meqense kamera është e vendosur në një pikë fikse dhe nuk lëviz në përdhoma, është e vështirë të përcaktohet me siguri nëse ajo që shihet është vërtet aktivitet paranormal apo thjesht një rastësi. Pavarësisht kësaj, rënja e papritur e një monedhe, lëvizja e një çadre pa asnjë ndërhyrje njerëzore dhe tingulli i papritur i një radioje që ndizet vet janë ngjarje mjaft të çuditshme për të mbjellë dyshime serioze. Këto incidente i bëjnë shumë shikues të vënë në pikpyetje realitetin dhe të pyesin veten nëse shtëpia Monroe fshet diçka shumë më të errët se sa thjesht legjenda urbane. Një gjuetar fantazmash që po eksploronte një vend të tmerrshëm u paralizua nga frika kur një figurë frikshme u shfaq pas tij. Video tregon qartë si fytyra e tmerrshme e kësaj figure shfaqet menjëherë pas burrit. Ai, duke ndjerë papritmas se trupi i tij nuk mund të lëviz, qëndroi i ngrirë në vend, duke përmbajtur frikën e tij. Pamja e papritur e kësaj figure rriti tmerrin dhe tensionin, duke e lënë të shokuar dhe të pafuqishëm për të reaguar. Një kamerë sigurie e instaluar në shtëpinë e një familjeje regjistroi diçka që asnjë manual teknologjie nuk mund ta shpjegonte gjatë orëve të mbrëmjes. Ndërsa një baba po pushonte qetësisht në balkonin e shtëpisë së tij, duke vëzhguar lëvizjen e zakonshme të lagjes, papritmas ai vuri re diçka të pazakont. Një palë këmbë njerëzore po ecte mbi trotuar me një normalitet të jashtëzakonshëm, por pjesa tjetër e trupit mungonte krejtësisht. Këto këmbë fantazm lëviznin me ritmin natyror të një personi të zakonshëm, duke ngritur pluhur në çdo hap dhe duke krijuar hijet e tyre mbi asfalt, por nga gjunjët lart nuk kishte asgjë të dukshme. Çfarë mund të jetë ky fenomen që lëviz kaq natyralisht, duke munguar pjesa më e madhe e trupit? Baba mbeti i tronditur, duke u përpjekur të kuptonte se çfarë po shihte. Ai u ndje i kapur mes realitetit dhe një ëndre të frikshme, duke u përpjekur të mbante qetësinë, ndërsa sytë e tij ishin të fokusuar tek figura që vazhdonte lëvizjen e saj pa pengesa. Një ndjenjë frike dhe kurioziteti e mbuloi tërësisht. Përshkrimi i këtij fenomeni duket i pamundur, por kamera nuk gënjen dhe gjithçka që shihet në metrazh duket e dokumentuar në mënyrë të qartë. Çdo hap i këmbëve duke i zakonshëm, por mungesa e pjesës së sipërme të trupit shtonte një ndjenjë thellësisht të çuditshme dhe të frikshme për vëzhguesin.
Dy burra po udhëtonin me motor në një rrugë rurale që gjarpëronte mes plantacioneve të izoluara, kur papritur, mjeti filloi të shfaqte probleme mekanike që i detyruan të ndalonin në mes të natës. Vendi ishte plotësisht i shkret, vetëm fusha në të dyja anët e rrugës, pa shtëpi përreth dhe pa asnjë mjet që të kalonte për të ofruar ndihmë në rast rreziku. Heshtja ishte e rëndë dhe errësira dukej sikur i vëzhgonte. Teksa njëri prej tyre u përkur për të kontrolluar motorin, nga bimësia që kufizonte rrugën, doli ngadalë dhe pa zhurmë një figurë femërore me pamje spektrale, sikur të ishte pjesë e vetë natës. Ajo u afrua rrezikshëm pranë burrit, pa u dëgjuar asnjë hap. Flokët e saj të gjatë dhe të valëzuar lëviznin në mënyrë të panatyrshme, si të ishin të gjallë, dhe trupi i saj rrëshqiste përpara me një fluiditet që sfidonte ligjet e fizikës. Prania e saj ishte e ftohtë dhe shtypse, duke mbjellë një ndjenjë terrori të pastër. Në atë moment, burrat kuptuan se nuk ishin vetëm. Abonohu nëse nuk të trembi, dëshmo se je nga të fortët. Y se movía con una fluidez que desafiaba las leyes de la física. Quizás sea un truco, pero me quedo con la piel de gallina cada vez que paso por carreteras solitarias de noche. Një video virale në TikTok, e ngarkuar nga një përdorues i quajtur Aditya, tregon një nga përvojat më të çuditshme me aktivitet paranormal. Dy burra udhëtonin në një rrugë të shkretë gjatë orëve të para të mëngjesit, kur u përballen me diçka që sfidon çdo logjik. Një figurë duke pedaluar një biçikletë në kushte krejtësisht të pamundura. Pas hetimit të origjinës së videos, u zbulua se ajo i përkiste kanalit të YouTube Ferry Seiko, i cili e publikoi në qershor të vitit 2012. Sipas përshkrimit, ishte një ilustrim krijues për një histori frike, dizenjuar si një film i shkurtër misterioz me një narrativ të thjeshtë por efektive. Megjithatë, ajo që e bën këtë video veçanërisht shqetësuese është natyrshmëria e filmimit dhe reagimi i sinqertë i frikës së dëshmitarëve. Figura në bicikletë lëviz në mënyrë antinatyrale, sikur të ishte e kapur në një cikël kohor, duke përsëritur përjetësisht të njëjtin udhëtim natën pa destinacion të dukshëm. Një burr në mesnatë hyri në panik dhe frikë kur pa shfaqjen e një dore shumë të madhe dhe të mbuluar me qime të zeza që po hynte nga ventilimi mbi derën e shtëpisë së tij. Dora e madhe dhe e shkurtër dukej sikur po përpiqej të arrinte dorezën për të hapur derën. Pamja e saj e tmerrshme dhe e pazakontë shkaktoi një frikë të thellë tek burri, duke e lënë atë në panik të plotë. Ai nuk mund të besonte se po shihte një dukuri kaq të frikshme përpara syve të tij. Çdo lëvizje e dorës dhe heshtja e natës rritën tensionin dhe tmerrin e momentit. Një figurë me flokë të gjatë dhe veshur me rroba të kuqe, që ndronte në skajin e rrugës përpara tyre. Ato menjëherë u tmerruan, ndaluan regjistrimin, por arritën të kapnin një fotografi të shfaqjes. Kur mbërritën në shtëpinë e banorëve, u mblodhën për të lutur. Një ngjarje e çuditshme u regjistrua nga kamerat e sigurisë në sallën e mbledhjeve të DPRD-s, pikërisht në një moment kur vendi ishte plotësisht bosh. Pamjet u kapën me shumë qartësi dhe shfaqin diçka që ka habitur shumë njerëz. Në video mund të shihet se si karriget e sallës së mbledhjeve papritur fillojnë të lëvizin dhe të zhvendosen vetë, pa praninë e askujt. Ngjarja, që dyshohet si aktivitet paranormal, ndodhi gjatë natës, kur ndërtesa ishte e mbyllur dhe nuk kishte punonjës në zonë. Sipas informacioneve, incidenti ndodhi në zyrën e DPRD Volan Monondo, në Sulawesi të Veriut. Lëvizjet e karrigeve duken të rregullta dhe të qarta, gjë që e bën të vështirë shpjegimin e tyre si një problem teknik apo rrym ajri. Shumë njerëz besojnë se pamjet të tilla janë dëshmi të dukurive të pashpjegueshme që ndodhin shpesh në ndërtesa qeveritare të vjetra. Të tjerë sugjerojnë se mund të ketë arsye logjike, por deri më tani nuk është dhënë asnjë shpjegim zyrtar. Videoja vazhdon të qarkullojë në rrjete sociale, duke nxitur frikë, kuriozitet dhe debat mes atyre që besojnë në paranormale dhe atyre që kërkojnë prova konkrete.